Komisioni i Ligave dhe Garave ka përcaktuar kalendarin e Abisnet Superiore për 7 javët e fundit të kampionatit të rregullt, si dhe oraret të ndeshjeve të gjysmëfinaleve të Kupës së Shqipërisë. Java e 30 do të luhet në 3 ditë, në 3, 4 dhe 5 prill. Me 8 prill në orën 16 do të luhen ndeshjet e para gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë. Sakaq me 11, 12 dhe 13 prill do të zhvillohet sfida javës së 31. Ndërkohë takimet e javës së 32 janë programuar të luhen në datat 17 deri me 19 prill. Ndërkohë ndeshjet e kthimit të fazës gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë do të luhen në datat 22 dhe 23 prill në orën 19. Java e 34 është programuar me 2 maj në orën 16. Ndeshjet e javës së 35 me 6 maj në orën 16, ndërsa java e fundit e Superligës është planifikuar të zhvillohet në datën 10 maj në orën 16. Sa i përket klubit të futbollit Vllaznia, skuadra shkodrane në javën e 30 do të luajë në transfert në orën 17 përballë Partizanit në arenën e Demave. Në javën e 31 Vllaznia luan në shtëpi përballë Teutos në Loro Boriçi, duke nisur prej orës 19. Në javën e 32 udhëton drejt Vorës, ku do të përballet me vendasit në orën 16. Në javën e 33, Vllaznia do të jetë sërish mysafire, këtë radhë në Elbasan, ku do të luajë në orën 19. Në javën e 34 rikthehet në shtëpi, ku pret Bylis, duke nisur prej orës 16. Në javën e 35 luhet klasike e futbollit shqiptar, ajo përballë Tiranës, ku Vllaznia do të duhet të udhëtojë drejt Selman Stermasit për të luajtur në orën 16. Javën e fundit Kuçeblut e mbyllin në shtëpi, ku presin flamurtarin e Vlorës në përballjen që nis prej orës 16.